Kelmendin Fest, një traditë e bukur e banorëve të Malësisë, ka sjellë gjallëri dhe ngjyra festive për gjatë këtij fundviti, duke mbledhur banorë dhe vizitorë në Tamar, në Ntikmujt e Lahutës dhe Çiftelisë, simbolë të trashëgimisë kulturore të zonës. Përmes një postimi në rrjetet sociale, kreu i qeverisë ka ndarë momente nga kjo mbrëmje festive organizuar në prag të Krishtlindjeve dhe Vitit të Ri, duke vlerësuar ruajtjen dhe promovimin e traditave autentike të Malësisë së Madhe, të cilët forcojnë identitetin kulturor dhe nxisin zhvillimin e turizmit lokal. Aktiviteti Kelmendin Fest është organizuar për herë të parë nga Njësia Administrative e Kelmend, duke synuar që kjo fest të kthehet në një traditë të përvitshme. Festa solli këngë, valle dhe rite karakteristike të zonës, duke krijuar një atmosferë të veçantë për banorët dhe të ftuarit në prag të festave të fundvitit. Organizatorët theksuan se kjo nismë ndjek shembullin e festës së Tamarës, e cila tashmë është kthyer në një traditë të konsoliduar dhe po punohet që edhe festa e Kelmendit e organizuar në muajin dhjetor të zërë vend të përhershëm në kalendarin kulturor të Malësisë së Madhe. Kelmendin Fest është një tjetër hap për promovimin e vlerave kulturore, mikpritjes dhe traditave të zonës, duke kthyer fundvitin në një moment bashkimi dhe feste për komunitetin lokal në Malësinë e Madhe.